jetarit. Arri duke kryuar veshin ndërkohë që je duke u menduar? Apo mos ndoshta ha thonjt duke parë në një film? Apo ndoshta arri duke shkruar mesazhe ndërkohë që rruhesh që bën tualet, apo që je duke ngarë makinën? Në qoftë se është kështu, do të thotë që je duke ecur shumë më shpejt nga ç'duhet dhe je duke bërë shumë gjëra në të njëjtën kohë. Dhe kjo, o shigjetar, burra grua qofsh, nuk është ide shumë e mirë. Javën që po nis, i dashur shigjetar, a shigjetare, e ke të ndaluar sa të thash më sipër, ngadalso. Ke nevojë ti ngadalsosh pak ritmet, shigjetar, burr a grua qofsh. Detyroje veten ti bësh gjërat një nga një. Dhe nuk po ta them sepse shëndeti yt fizik, mendor apo shpirtëror varet prej kësaj. Jo. Është momenti të marrësh sa vendime të rëndësishme për vazhdimsinë tënde. Pra, por kjo varet pikërisht nga qetësia. Vetëm duke qenë i qetë apo e qetë, çdo gjë do t'i gjesh në vendin. Pra çdo gjë do ta çosh në vendin e vet.